Po, do të thotë situata është mjaft e komplikuar dhe janë më shumë u bën 4 ditë tashmë që po goditet nga ana e Izraelit Irani, po edhe po ashtu Irani po godet Izraelin. Rreziku është për destabilizim, jo vetëm rreziku që sjell konflikti drejt për drejt midis Izraelit dhe Iranit, mos harrojmë që jemi duke folur për një konflikt me një sfond bërthamor. Pra, kjo në vetvete tregon sa i rrezikshëm është, por po flasim edhe për një destabilizim potencial të gjithë rajonit lindjes mesme dhe me gjerë. Dhe ka mundësi që të zgjerohet konflikti me pasoja mjaft mëdha, jo vetëm për rajonin, por edhe po flas për dimensione globale, se si do të shkojë puna varet tani edhe se si sa do të përfshihen edhe elemente të tjerë në këtë konflikt, duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara. Sepse nëse goditen kapacitetet ushtarake prezente të Shtetet e Bashkuara në lindjen e mesme, mendoj se do të ketë Irani do të ketë akoma dhe më keq dhe mendoj që do ta tërhiqte një goditje të tillë Shtetet e Bashkuara do të tërhiqte akoma më tepër në anën e Izraelit dhe nuk po flas vetëm në aspektin mbrojtës, siç kanë vepruar deri tani, por edhe goditës të aseteve të Iranit, qoftë brenda Iranit, qoftë jashtë, pra në rajon. Por unë mendoj që në fundit presidenti Trump nuk dëshiron luftë, dëshiron që të gjendet një zgjidhje me marrëveshje, pra që të kthehen palët tavolinës diskutimeve. Dhe kjo tani do të varet nëse Irani do ta gjejë atë dëshirën për të kthyer në tavolinë e diskutimeve për të gjetur një marrëveshje. A konsideroni se është, të themi kështu, edhe synimi edhe qëllimi i Izraelit të njëjtën kohë, sikurse po kërkon dhe është në fakt edhe Trump qëndrimi i tij që përmendi që duhet të bëjë një marrëveshje Irani nëse dëshiron ta shpëtojë veten në një farë forme? Mendoj që ka një diferencë, ka një dallim midis qasjes së Izraelit dhe qasjes së Shtetit Bashkuara. Padyshim Izraeli ka qëllime të tjera. Shtetet Bashkuara padyshim kanë qëllim ruajtjen e stabilitetit, jo vetëm në rajon, por në aspektin global, sepse një konflikt i tillë në atë rajon ka pasoja shumë të gjëra, po flas edhe në aspektin ekonomik. Tani nuk kemi kohë të futem në çdo gjë, po ngushtica e Hormuzit është shumë strategjike sa i përket lëndëve djegëse, pra burimeve të energjisë, sepse 20% e konsumit botror të lëndëve të energjisë kalon pikërisht nga ngushtica e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit e kontrollon Irani. Kështu që nëse ka mungesë stabiliteti në atë zonë të botës, ndikimi jo vetëm në aspektin sigurisë, por në aspektin ekonomik është drejt për drejt ndaj mirëqenies botërore, ekonomisë botërore, sepse rriten çmimet e naftës, çmimet e energjisë, dhe pastaj po rriten çmimet e energjisë, ato ndikojnë në çmime, në inflacion, kudo të gjitha vendet e tjera. Pa mendoj që kalkulimi i Shtetit Bashkuara dhe i presidentit Trump, i cili është të jetë i fokusuar tek marrëveshjet dhe te zhvillimi ekonomik, është pikërisht që të arrihet një marrëveshje. Kurse sa i përket Izraelit, mendoj që Izraeli nuk ka prioritet numër 1 arritjen e marrëveshjes, por ka prioritet shpërbërjen, shkatrimin e kapaciteteve nukleare të cilat bërthamore, të cilat Irani po tenton ti materializojnë në armë të cilat mund ta godasin Izraelin, pasi Irani në mënyrë të vazhdueshme ka kërcënuar se do ta shfaros Izraelin si shtet nga faqja e botës, nga harta. Pra, ka mundësi që të shkojë në disa drejtime ky konflikt, tani do të shikojmë se çfarë do të ndodhi, sidomos me reagimin e Iranit në vimësi.